në them e pastër, fitrat Allahi alladhi fatara an-nasa 'alayha, sepse do të kjo është një natyrshmëri, kjo është një fe që do të përputhet me natyrshmërinë e njeriu 100%. Kjo është një natyrshmëri që do të Zoti i Madhërisht do të e ka programuar çdo njeri, që do të thotë Krijuesi i Madhërisht ka urdhëruar që të jesh i sinqert, automatikisht natyrshmëria jote përputhet 100%. Krijuesi i Madhërisht ta ka ndaluar rrëfsisht do të rranë gënjeshtërën, automatikisht i ndjen dhëmbje kur do të rranë do të para dikujt tjetër. Krijuesi i Madhërisht ka urdhëruar që të jesh me vlera morale. Po në momentin kur ti do të je i paratshëm, do të je krenar, do të ke të krenari, s'ka dyshim që je rahat me natyrshmërinë apo je në paqe me vetveten. A dhe cili është njeriu më i mirë në rrugën toksor? Njeriu më i mirë, edhe pse ky person ka mundësi që para te do të paraqitet me mendjepasi, arrogancë dhe ka lumturi. Njeriu më i mirë është ai i cili është në luftë me vetveten e tij. Ç'është luftë me vetveten e tij? Me natyrshmërinë e tij të pastër. Ti ke mundësi, precizohu, ke mundësi me mashtru disa njerëz në çdo kohë. Do disa njerëz është pyetën do 2, 3, 4, 5 më shumë. Në çdo kohë me mjeshtrin që ta ka dhënë Zoti i Madhërisht që e shfrytëzon ti do të gabimisht. Ke mundësi do të me i mashtru disa njerëz në çdo kohë, por nuk ke kurrës mundësi me i mashtru të gjithë njerëzit. S'ke do të mundësi asnjëherë, për arsye se dem fytyra jote e vërtet. Mirë, ke mundësi precizohu. Nuk ke mundësi asnjëherë me mashtru natyrshmërinë tënde që Krijuesi i Madhërisht ka instaluar. S'ke do të mundësi edhe Krijuesin tënd të Madhërisht. S'ke do të mundësi asnjëherë. Pse? Sepse do të je i programuar në këtë formë. Ky është citati i dytë. Citati i tretë ka thënë Krijuesi i Madhërisht shumë çuditshëm. Bel insanu ala nafsihi basira. Do të gjithsesi njeriu ndaj vetes së tij është dëshmitar. Është dëshmitar. Basira do të një kuptim njerëz zakonisht për skemi ku do të më zbërthy. Walau alqa ma'adhira. Edhe nëse ai arsyton vetveten me arsye do të shumta. Edhe nëse arsyton vetveten me arsye shumë të shumta. Ky është citati i tretë.